Namën televizionit dhe namën shikuesve, mirë se keni ardhë, sot sa do pak ta festojmë këtë notë hareshme të vitit ri, me urata, me këngë, me nej humor, me mahi, pra t'i largojmë brengat dhe t'i afrojmë ondë pozitive edhe t'anim një knaqësi pak njoni me tjetrin. Mirë se keni ardhë, po ja filloj pida e doktor Njazi Gashi. Mirë se erdhe. Mirë se këmë gjithë, faleminderit pritje. Shumë faleminderit. Emre Sadiko, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetu. Faleminderit edhe juve. Hade Zili, edhe ti mirë se erdhe. Mirë se gjetu më të gjemë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mehdi Ismaili, nga Sarajeva, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, ju faleminderit për ftesë. Kam kënaqësi që jam mesin e juj, mesin e këtyne kamermanëve, mesin e këtij radio televizionit, gjithashtu edhe mesin e këtyne kolegëve këngëtarëve. Faleminderit. Elmi Beshiri, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, e Zoti shpërblet edhe juve që piruni vlerat e kombit shqiptar. Zjadin Sopi, Shqiptare. mirë se erdhe. Unë jam Elmi Beshiri. Po të prezentova me. Mirë se ju gjetëm Paca Gjem, ju faleminderit shumë për ftesë, suksese. Faleminderit. Hajde pro, doktor Njazi Gashi, para prakesh sonte presin shikust, përveç kongëve, thamë edhe nej humore, nej kujtes të hershme, nej nostalgji për të kalumën, që shdo koft, ajo kohë, i ka pas ato rrethonat e veta, po jena mënu një tërë ngrëtësi me kryue, edhe në të festa në rrimit motëve, apo festa kombëtare, apo në përshkruan pak me një përvojë të madhe në jetën publike Njazi Gashi. Faleminderit për pritjen, faleminderit për auditorin tuaj dhe spektatorët e këtij emisioni. Festa e vitit të ri është një ndodhi që ndodh një herë në vit. Domethënë, kjo shënon rrotullimin e tokës rreth diellit, domethënë një rreth të plot që ka bë. Gjatë kësaj kohe derisa toka sillet rreth diellit, në atë periudhë ndodhin gjëra të ndryshme. Pastaj pej vite bën dekada, pej dekadave shekuj të kështu me radhë. Në për shekuj populli ynë ka kalue, është përvijue me tradita të cilat ja kanë mundësu të ruajnë identitetin pelazgo, iliro, arbroro, shqiptar deri në fund. Dhe festën e Matmotit ne e kemi festu edhe në antikitet, në besimin para kristian, sepse llogaritja e mujve sipas ilirëve ka qenë 45 ditë. 45 ditë dhe janë 8 muaj që kanë përmbyllë vitin. Një ndër ato festa është edhe kjo festa e cila shënon 22 dhjetorin, kur është dita më e shkurta, nota më e gjata e vitit. Dhe pe kësaj dite 3-4 ditë, dita ka një zgjatje të barabartë. Pastaj nis dominon dita në raport me natën kapak. Dhe për këtë arsye, popullata në antikitet atëherë janë gëzuar që pas gjata dita dhe e kanë festuar si diçka të mirë se ardhur që po nis me ardhur e mirë. Dhe në këtë mënyrë kjo datë shënon dikon datën 22 deri 24 sipas kalendarit ilirian po flasëm, kurse sipas kalendarit gregorian tani që është 365 ditë 12 muaj, tani kjo është i bën me 30 dhjetor gjithsesi me 1 janar. Pra, gjeneratat të gjithë ata që si kanë ditë këto dy periuda, dy që kanë me të ndëgjuar bi doktor Njazis. Doktor, pak ato vështirësit, thamë dhe ma herët, për shembull të konave, të sistemeve, të kujtohet sa do pak që jemi mundu me sjellë një ngrohtësi në familje me këtë natë festet? Po, absolutisht. Mënyra qysh festohet tani ka fillu diko në vitet e 70-ta, prej 68 të kënina. Me morë frymë. Me morë frymë, sepse u
avancu statusi i krajinës të Kosovës në atë kohë, si krajinë autonome, dhe shkolla gjithsesht themelimi i Universitetit të Prishtinës e bëri të vetën dhe popullata nisën të ndërgjegjësohen në këtë dimension që është një kulturë moderne që ka dominu kryesisht në Evropë, edhe të krishterët e kanë festuar, po ata festojnë me 25-ën, Krishtlindjen. Po Krishtlindjen, po qashtë. Kurse ajo që thamë në natën e Buzëve të festojnë me 24-ën, që është pikërisht dita e sodit. Dhe kurse ky kalendari gregorian e ka shty për 5 ditë lindjen e Krishtit, dhe më thonë me 31-ën, dhe tërë është nota e vitit 3, me 1 janar pastaj të vitit pasus, është dita e parë e vitit 3, dhe normalisht të gjithë qëllimin e kanë me festu atëherë ka qenë dhe motive është tash na po thëmë viti i ri, realisht është një vetë shkoj. Po të gjithë jem për një vetë, të gjithë jem një vetë më të vjetër, po si do që jetës duhet me ju gëzu në të gjitha fazat, kjo është një datë që simbolizon dhe e feston gjithë bota, po në ditët e hershme të zgjimit tonë kombëtar, edhe materialisht kemi qëndru keq. Shumë e vërtetë. Unë e moj men në periodat tona, në fillim nuk ka pas ka shumë longje, kanë qenë do aranjada, kanë qenë dikush të ke krakera, dikush të ke salepa, do salepa, do limonada, kështu me radhë, po kur ka dalë Coca-Cola, kur ka dalë Coca-Cola me, unë e moj men që e kemi pi me gotat çajt. Me gotat çajt. Po kishte entuziazëm, kishte kënaqësi, familjet ishin më plot dashni. Plot dashni, po ishin më të koncentruara, ishin më të shumta në numër. Unë kur kam festuar vitin e parë të vitit të ri, ne në familje kemi qenë 36 antarë. 36 antarë, po dikon 25-6 kemi qenë fëmijë. Dhe tash neve agja ndijes post, na i organizoj për ato dhe na informoj që kjo është festa e vitit të ri, ne kishim dëgjuar në për shkollë, po me gjithatë shpi për herë po. Pastaj e kam festu në për fshatra, e kam festu në Mramor, e kam festu të Dajt, dhe me thonë në qatë stadë, në qatë ku, po bëhej aq atraktive ajo festim, ajo manifestim, sepse lunim lojna me meste, po lloj-lloj me filxona, dhe gërgjek, u bëheshin gara të lloj-llojshme aty, dhe bëhej një atmosferë, mos flasëm tani për këngët që pasonin me qitelije, sharkije, laute, defe kështu me radhë, bëhej një atmosferë me të vërtet festive. Paskenor e organizuar paskenor, po gjithçka e pasën. Me gjithçka e pasën. Po, tepër e pasën dhe unë ende i kam të fresta ato përjetime, tani na që jemi moshuar nuk na paraqen ndonjë event rasti festimit të festave të vitit të ri, po për hir të rive normalisht që duhmin edhe na. Po duhmin, sidomos tash këtë kohën që jemi të lirë se doktor edhe ju tjerë pjavop me pianizmi për të rive një kom, një matrive, Zilit dhe Zilit. Hade Zili dhe Zili, një kom na të vjetrit mjë ngu juve, e për dëna mjë nëru juve. Fati shqiptari nga kush e ka shkrue në këto moderne në vjeti sëptune an nga perenia apo nga bretni me na i mor flamurin me na i mor dirin an nga perenia apo nga bretni me na i mor flamurin me na i mor dirin Bashkimi kaptar, vërdetir për ne,
jo nga perenia, ju nuk e besoj, o po doli kolshete, tini në sërtoj, kohëri kaldo, asoj me tregu, se shqiptarët dimu dhe kemi bashku. kohëri kaldo, asoj me tregu, Se shqiptarët dimu dhe kemi bashku. bashkimi kontar, Është detyr për ne, e ku do vënoj shqiptar, ti jetoj vjedhit. rihoni me kam, Ku mbit me miliona, se ne do të vendosim, ne për fatet tona, se ne do të vendosim, ne për fatet tona. Se bora në kofo, që akut si mulla. Në kofo, që akut si mulla rokapur, kena pora I dulla. Kapos, il vajtolla pora ja panojas, jej ty te vrojova. Ja panole soja te vrova, naškoj mu, I jova, jova. Pasuja, avdë zatova. Kër pasuja, avdë zatova. More në shotin, në kapricën, ora një. Doktor edhe tjertë, me kënu Zili dhe Zili dy kongë, njënën bashkimin kombëtar, tjetërën një kongë dashnijës, hershme bashkimi kombëtar, a kem të I dikon, apo presmi mu bon edhe ma shumë. Në pika shkurta. Për fatë keq, shekulli 21 për na zen të qka përderdhën, si kampë. Na edhe ashtu jemi pak, jemi në 5 shtete të shpërndam, a globalizmi, si thamë edhe ma herët, e ka përfshi botën, ne nuk jemi të tregu shenjat të një pjekorie kolektive në aspektin kombëtar, dhe jemi të ndarë në Shqipëri dhe në Kosovë, pastaj në Maqedoni, pastaj në Qamëri, pastaj Sanxhaku, kështu me radhë, dhe duhet të gjitha instancat, të fillu për Akademisë Shkencave dhe Arteve edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, të angazhohen që të unifikohet shpirti shqiptar,
pavarësisht a janë në Shqipëri, a janë në Kosovë, në Maqedoni, dhe në këtë dimenzion jem duke qalu shumë, po krijohen 3 identitete pej një kombi, sepse ju jeni dëshmitar që një numër shumë i madhe analistëve dhe politikajve që po e trombetojnë kombin kosovar, po gjë që është diçka tepër artificiale dhe jo natyrshme. Dhe ne duhet i kundërvihemi këtyne ndasive, sepse nëse ne ndahme në Shqipëri, Kosovë, Macedoni, nëse ndahme në Drenis, Lab, Gollak, Dugagjen, në Krajenore, atje Labaria, Shqipëria mes me jugut e veriut, nëse ndahme në fise që janë 12 fise, nëse ndahme në besime që janë 3 besime të mëdha dhe një shqiptaria si besimi i 4, në atëhere po shkapërderdhemi. Unë e lidha pyetjen pak a shumë me lidhë me natën e mëndrimeve moteve, se gjenata tona kur ka dalë, po kur u hap televizioni i Prishtinës, për neve një shkendi e artit e kulturës, lindi pak a shumë, nashta nuk gaboj nëse shprehim kështu. Mirë po edhe para sajnë dhe mas sajnë gjërmojshëm shumë me lyp Tiranën, me lyp ato, me lyp këto. Me Dantinat gota. Po, edhe që ata mendova thash, si të i dikon me krahasu atëhere, edhe tash jena bajegi si bashkim kombëtar, po më duket. Po tash mundësit na u kanë rritë me qenë të bashkumë. Bashkum. Po... Atë kujtohet në i rast, në qëtë aspekt? Kujtohet shumë mirë se ma përkujtut kur na e dhoshin dimenzionet nga Shqipëria si të konstruktojmë një antenë. Dhe unë në bazë të aty në ozimeve që i pata marë e bona, po nuk në e rëkë dhe më dash me dalë në treg me ble një pisht gjatë, një ashtu, edhe me qitë Mikulla atje nalt, edhe disa fqinë tonë aty, që ka bënë aty, tashun e ka e moja ato aje edhe i shkun, altë gati ke shkardzënë. Thash po më nëjnë a shkupin me zonë. Tha pedim, tha qëfar shkupi e të lypti. Tha me që vëllaj s'ka me dalë mirë. Ato kujtu humori i cimës i lecit e qomilit. Me antenë që lypsi. Ka posa një metafore ka posa. Atje treva e Malisheves edhe rrethi Dugagjinit i zinshin volte radio televizioni Tiranës, ne shkonim për fjesta e në kas për me për cjela të gjona, atër kemi pas ndalesa, kurse sot, kur i kem të gjitha lirit dhe mundësit që të unifikohemi, të bashkohemi, të koordinohemi, ne për gjithë ditë më tutje, vetëm sa po largohemi dhe sa po, dhe kjo është një shenjë jo i mirë për kombin të. Me ide, televizore nuk këna pas vitet 60-70 kur zonën me ba. Qysh e ke përjetu ti në atë kohë, krejt ma holla, kush ka pas televizor, një ka pas në krejt ma holla, për shambull. Për zotin edhe në për lidhe me doktorin, sa atëherë dhe televizora shumë pa ka pas, po për supozoj në lagjët tem një televizor mëndzisi e banën, edhe aty të në u të bëj shumë, me festuhe një fest, pa mërë parasysh qëfar feste, po tash po flasëm masë është puna për vitëri. Po me gjitha ta, tash une në atë venin ku isha, edhe sikur që tha këme dhe antena, më nëshëm me zama Shqipërinë, nuk më shumë, se ish venja si se uj. Edhe më kujtohet e kemi pas një kushere, po aj pej venit i Ceralevës, edhe bashkë kushere, po u largu e shiti tokën aty, edhe dul ma ofër, ma nalt me një ven ofër zborcët, na i thujmë. Edhe aty ishtë një naltësie modhe, e aty të ajerëke, për vitëri, krejt të ajë shkoj shumë, ramet i pas shpiti, pas në ndjes, për me rukën... A ju zokë ekonomi kënë, por, pa i shqyqa, në neshëm adi, sot kort neshëm, se nuk në zonke. Edhe të ajë, aty të në ndajnë dishëm pa kënësinë, se nuk ishëm Beogradi këtu i rëke, po dushka Shqip, jo, nuk, sa edhe pse fillej të në mame vërnes një program i shkurt në gjuhën Shqipe, po ish, na e dim tonë, ish me cenzur, ish
i limituar, edhe kështu ato e kujtojnë edhe aty ishte dashnia, kënaqësia më e madhe që do të na vjen në viteri, thëmë vërtet si fëmijë dhe pa e ditë fort çfarë rëndësie ka viteri, vetëm e këshirën dushka Shqip prej Shqipërisë. Elme, vitet 90-ta që i blokun me televizione, me radio në atë kohë të okupimit, me shka për shembull ke përjetu të vitin e ri, me troka, me kaseta, me humore, me hajde përshkruaj pak. Po zakonisht në vitet 90-ta kena qenë në fshatin Dabishec, edhe atje që ashtu u mënojsh me qysh me da antena i qetë shumë që tha dhe doktori, i qetë shumë sa manat me zonë Shqipnin me nguë, u konë interesant, u bëshme një me bashk, atër u konë një me fukaralla ka pas, po ka pas knasi, ka pas shpirt, ka pas zemër. Të në të bëshme në periuda për shamull, një nota naj, her me kong, her me... Po prekin e postern për nota. Po qyshje, u për thamë, shumë knasi u konë. Ta shtona janë, po që e knasi atëherit nuk është. Ato, po ma mërmenja mu tash e din tonë, veç që shukon knasi atëherë, mu knasi nuk o. Sigur atëherë, ato në janë. Ta shko në viti ri vjen, po tona e kije, për dit i kije. Për çdo dit i kije me pije, me lounge, me këtë zdi qka dalën tash. Veç, a di qka o tash, një me mira që është me festu që thojnë, që vi njerëz për gërbeti, bonë familjarë. Po dhe është liria në atë kuptimin. Po, qaj është një mirë, që nuk shije një kohë gjatë, po thomë që koha bën vetën. Emre, ranit ka ardhë me knu kongën. O moj Kosovo plot me halë, o vambaleti, oj të parve, a je trulti, oj shqiptarve, o vjallë kuroj sërba me vajve. O vjen një zobre me shtin tok, a je qutur bacalok, as jam fjell birov, as jam qut, dure kom bir mu kan put. Qo bablok e din dritare, plot me shkijën e mushli valet, o dur bablok vajnë e frangji, e ka qavë ryne dhe qëtë një sy. Hajde zemra këno të një. O moj fargjiti ju malkovsh, hajdi kuri qiqetim he barot, haj barot e tim të zi, o qit kërë zhuja me ka pak e li. O gjë shqiptar t'lidhim bes në burit, ah të lidhem shtis plamurit, sa gjallë kuna Jahmet Elia se në trajun prapër o bethëmija, se shqiptari e ka posa det, për me mbroj trollin e vet, me mbroj trollin dhe vatonin. Hej, si që mbrojti, o vadem jashovojri. Emre, faleminderit. Emre zemra ju knoft, faleminderit. Doktor gjithherë nder e lavdi dhe respekt për dëshmorët. Dhe gjithherë ju jemi mirë njës dhe ti do të me konë mirë njës ndaj tyne sepse ata janë ata që na kanë prunësat këtë ditë me kënu, me najtë, me festu, lërë shumë, pra ndaj lavdiju qovë gjithmonë
edhe Zoti shpërbleft gjithë herën në këtë botë, ata që kanë liftu edhe ata në atë botë. Imre falenderit dhe njëre, respekt. Apo na kënon edhe një kongë bre Imre? Me doktorin, po edhe një kongë vetë. Qke moj qik, që je mërzite. Unë këtë veko që rova syte. Unë këtë veko me kaloj vera. Qysh so gnaqa se shoqe tjera. Po vin shoqe to gjitho to im thane. Se bre shoqe shkollën o me lane. O moj shoqe, o jo lumë goja. Valla vete ne do me qova. Nane bobo që ndigjova. Pa kry shkollën o fejova. Vetes jetën o jash krumova. Dhe në zemër ma vuno shigjetën. O, humba shkollën, humba jetën. Bravo Elmi. Një me ke kongë e dashnjës, po ke me pak me porosi. Me porosi të mirë ke. Bravo. Doktor, me kongë të folklorit. Folklori po thojnë, do herë dhe ishin katonarë të kanë pas tradit ma shumë, qytetarët ju, e ta shti edhe në qytet edhe në katon. Hajtë kaldona, tregona pak në atë kohë, që shumë festu edhe viti i ri, për shamun në katon, edhe në qytet. Se ka pas një dallim begit, ma nuk ose kur tash. Ka pas dallim. Standardi e kom shumë ma ndryshe. Ka pas, atëherë dallimi ka qenë i dukshëm, kurse tash ai dallim është zhduk, për arsye se edhe në për fshatra tani kanë infrastrukturë të gjitha, edhe rrugore, edhe elektronike, edhe me internet, edhe me gjitha, kanë televizione, kanë gjitha, dhe tani dallimi është i vogël, kurse atë kohë unë iksha nga qyteti për me festu në mënyrën fshatareske. Sepse ishte për mu, ishte ma atraktive. Unë jemi lindur në Prishtinë, asnjën e prindërve të mi nuk kanë këndu, po unë dajtë e mi kanë këndu, kushërit e dajve të mi e bëshin atraktive, dhe kanë diku të unë që unë jam një adhuruz dhe një simpatizant i folklorit, sa di është çështje tjetër, po ta donë shpirti. Po, ma donë shpirti. Po, është më rëndësi, sepse temeli e çdo kulture, jo veç kulturës tonë, është folklore. Dhe si gjermanëve, si erozve, si francezëve, si italianëve, jo keni po që ata nuk hekin dorë me fanatizëm, i përtrin ato tradita, i përtrin ato rite, i përtrin ato veshje, kur dalin që kanë festa tradicionale, të gjithë dalin të veshën me vesh tradicionale, me rite tradicionale, me melodi tradicionale, kështu me radhë. Doktor, edhe gjithë dhe du më pyeta, i kujtohet ju gjeneratat e vjetra, kartolina që shumë të njëni tjetëri për vitrimë në mura? Bila atë kohë qestitka ju theshin. Qestitka. Dalëshin me do lula, me do... Jo, ka qenë të mira, ka qenë me ata bylbylat në ata bylbylat. A konë shumë interesant, atë ka ra me që me dërguem.
Për shembull, sa të kanë bërë mbrana vitit ri, jo mbrana, po për vit ri, sa kartolinat kanë ardhur dhe i ke quhe. Po jo, edhe kena quë se çdo antar i familjes, për shembull, kesh kanë një qef me ja quë dikujt, nëse bebi ose për shembull të dojt ose të teje. Pa marrë parasysh. Edhe ushtar kur i Edhe ushtar kena kondana që qesh me letra ishte. Tani në gurbet që kena pa njerëz. Se na kena kryer edhe ushtrinë e Jugosllavisë, që konë Po çashtu kon. S'kem pas çare. Dikush ja. Atëherë telefonata këtu nuk ka pas shumë. E me më shumë me çesi far. Dikush e ka kry burgin, vend ushtrinë. Vetë për mes postës. Me ide, përshkruna pak ti gurbetçar, në qëto festa kur arke telefona nuk keni pas fort me vendindje, jenë konë do telefona fix me kartolina dhe vini morë ka pak kuptimin e urimeve, ha? Po, faleminderit, unë po flasë në atë kohën, kërë më shku, unë për herë të parë, kërë më shku në Zvicër në vitin 80. 80. Atëherë nuk ka pas as telefona, Ja. atëherë me letra, me qësi kartolina, po derja sa e shkrushën e një letër e qeshën në vendlindje dhe ma këtheshen, ka leshin 2 muj. Ku me ditë, Për zotin po, edhe me gjitha ta u knaqëshëm se kur e dërgëshën e letrën, edhe lagaritësha që para farsisht një muj nuk më këthejet letra. Po një 2 javë e para e presha me gzim me nesha që shkon letra. Tana 2 javë, hala pa mor letra të u gëzu, hala pa mor letra, si dhe të më vjen një letër. Edhe kjo ka qenë. Për ndryshe, kam vërtet në edhe e pretë shumë gëzim, në atë kohë kërëshëm se kam shkunin, në të vitet, kam qenë si zanjeri u qushin atëherë, dhe më thonë kanun muj, e dimnit 3 muj ditë, për vitë ri dhe më thonën në qitë ku arshëm, dhe neshëm deri ka fillimi i mujt prill, po. Edhe kishëm një knatësi. Sidomos për vitin e rritën, kur fillu me të vërtet, pak mund gjallë, i bënëm dhe televizore, dhe sa në kishëm mundësi, dhe ma shumë financiaris po flasë, ishte një knatësi, edhe për neve që ishëm si gërbetçar, po edhe këtu për fëmijët, edhe për farofisin, e për gjithë shkreshin. Edhe me të vërtet, tash ka shumë gjëra ma shumë se atëherë, edhe asë një sens në mungon, po vullnetit, dëshira dhe mikpritja dhe bujaria nuk është as në 30%, as në 10% e asoj kohë. Dhe më të vetë dishka se ti i përket malsijës. Edhe doja në Prishtinë, doktori. Sa llojdardha turshi keni shti, kur arke viti i rije që to mi qitë në sofër, dardha turshi. Valoj shti shumë, dhe e vërtet, dikush tash nuk e di, të varët me anë, ne i thëshëm të dardha kakiqke. Halilqe, bravo, edhe ujse na nuk shtishëm fort se aty nuk i përballojnë fort së gjatë, po ma shumë palloshka. Palloshka. Po për zotin, aty palloshkat që nreshin thuje goti tek të shëngjerë, sa na nuk kishëm mjetë se ku tash mishtin freza, mishtin frega i thera sanë, edhe ato që nreshin. Po për zotin. Faleminderit, këto janë kujtime që gjeneratat e mas neve të rritë kanë përjetu në atë kohën zili edhe zili, vitet 90 i kanë përjetu edhe ma fështiri kanë përjetu me thamë ma përpora për shumë munges të mediumeve, munges vetëm... Na i këna poshtë të video kasetat, në gjëzime këna poshtë gjenerata jonë, këna po me e keqja konë se o lëllë shumë të nditën të vëzit me soja, si u me këvëra të jetë në nëzë ke gjume. Ka dole. Edhe kërë që e shumë shkej ke viti i ri në gjume, si të mi për voli. Ajo me të ke marak ka qikat ato mjau. Po, na me të ke marak, po. Ndoha ma këtu, të rishë. Ani, po, urna. Kujtohet para një, po dhe më thonë, mas luftës. Në 7 vitit 2000-2001, nuk më kujtohet saksisht, edhe nisëm me festu vitin e ri. Atje a këtu? Jo, këtu. A këtu? Po ishëm zboshkë, edhe unë me thmi, edhe 2 vllazni kisha në Zvicër me thmi, edhe më kajtë të bum, atë edhe babën edhe nani kishëm gjallë. Po për fatë kecë, tikun ka nura 9-10, na rrima. Edhe tashti, kish material, nesën thije me hamur, me sanë, edhe në stish ka dola për jashta, kur himra na, asë një nuk faqin shumë qetë. Po, pa rrim ishin vërzit, ama kërkush asë një fjorë nuk e fërkes. Edhe si kum himra, në atëherë me dallu, ma.
edhe kom qitë dorën zemë, thash, a u mërzit të burra zotë u lëshnash. Edhe haloj për menin. Mirë doktor, pse për përpara kompirat forë, kopshit tash që mos po kupin heq. Po të shtemi pjek qështë të ndeshtë është të vishë rrullet, pak zogluat. Përpara kanë do kompira ku ishte ishe vurë, ke bof, ta qëtë ke këtë derën ta qëtë ke. Shkon pytit që të shka. është interesant me spjegue në aspektin real këtë çështje, për arsye se në arat ku kanë qenë pjellore nuk janë miell patatet, kompirat, dhe kompirat janë bo në onën e Gollakut në Zllash, në Nalsin vizitare ku ka qenë, krena ka bajgora, i kanë pas kompirat e mirë, dhe me thonë varësisht për Nalsis geografike, pozitës, sepse ka qenë dam shembull tokat e rrafshit Kosovës e Dugaxhinit me miell patate, sepse kanë bo drithin. Drithi ka qenë, dhe me thonë, ajo prioriteti substanca e bukës ka qenë aty, do më thonë misri, sepse me misër kanë miell edhe pasol, kanë miell edhe kungoj, kanë miell disa po në një arë, njëtën kohë edhe i kanë marë, pastaj grune ka pas letën e vetë si produkt ushqimor prej fillimi dhe normalisht që s'kanë. Dhe në Nalësi nuk ka ujë të mjaftueshëm, dhe për arsye të mungesës së ujit të mjaftueshëm, ata tani kanë kupa. Kur është Shka thonë kërë Nikola smahat popullin e Kartolla. Në konga. Mungesa ujtë. Mungesa ujtë është dhe tani ka lloje të patateve të tani kon ma bio. Që thëshin edhe pazar ky lyp që thëshin a keni asi që kupin. Shtetet e Evropës veriore, veri perëndimore, siç është Danimarka, Norvegjia, Suedia, Holanda, Gjermania, kanë festa të veçanta për patatën, sidomos Danimarka ka një festë të veçantë, ku 1 kilogram patate më rrin kur bëhet ai panairi e vlerës së tyne, deri me miliona euro paguhet 1 kilogram patate. Ajo nuk është që vlen 1 kilogram, 1 milion, po është që e vlerësojnë si bukë primore që kanë pas atje, se thamë na që në Nalësi atje për që ata patatet, dhe për me shpërbly dhe me vlerësu si burimin kryesor të ushqimit që kanë pas. Ati. Kur me lot e lava, kur hasmi për gjoksin, në nëzori për para, kur buken se kishim, me dit për të ngran, kur ujnë e kërkonim bre, bukur lartë e kam, kur ne të shapak, besaj hirnim shtatit, kur shkollën e kishin, vetëm bit e krajlit, kur u banën dasmat, me gjake me pluma, kur morti fillante, nuk i dihej puna, kur tanë ato hale, na i soli robria, kur linte si lulja, e nuk rrite fëmija. Hajtë me dhe, vetë zotit rrujtë. Me shumë plak në zemër, lodhun prej gazepit, morëm rrugë të zeza, rrugën e gurbetit, aj me zuni mali, tua këndaj këtë kangë, për atë dhe në dashur, për të shtrejtën nan, unë i ka atëhere, se i ka prej halit, por sot para kohe, po digjem prej malit, zemra mu me ra, për një her me ju, gëzimin prapendje, kur gjinde me ju.
zemrën nuk e ndroj se jam prej gjakut tuj. Zoni për Kosovën, nal tema nal shkoft, për kombin shqiptar, more jeta mos mbaroft. Në mën çdo shqiptari, kudo që jetoni, ku tani një kongën shqipe, ju lutem ta knoni. Unë prap gërbet, more kong me loti knoj, por ta disha dheje, kur nuk te harroje. Unë prap gërbet, more kong me loti knoj, por ta disha dheje, kur nuk te harroje. Bravo Medi, zemra të plot, edhe një. Moj pranë vertina e sjellë prilin, janë të gjoj kangen bylbylit. Moj pranë vertina me lentine kujtime, në këto vujtjet jetësime. Ses me lentine kujtime, në këto vujtjet jetësime. Gjakon të mu ma përvlan, me njat kong bylbyl korknan. Kur kujton ti dashurine, ajo e djeg dhe gëzonjerine. Kur kujton ti dashurine, ajo e djeg dhe gëzonjerine. Hajde Medi, hajde. Zemra të plot. Kisha kra me fluturue, mone fusha me I kalue. Kisha kra me fluturue, mone fusha me I kalue. Ljarë prej teje kam vet, sytemi me lëts janë ter. Prit një letër du me t'shue, me madh zemrës du me shkrue. Prit një letër du me t'shue, me madh zemrës du me shkrue. Faleminderit Medi. Hajde një urim për shikuesit që të nësja të Sofrës. Ju faleminderit për mundësi që më dhat me ju përshëndet, do me fillu prej juve. Faleminderit Medi. Si iniciator, bashkë me këta kamermonat, bashkë me këta kolegët e juj edhe kamermonat, faleminderit. Këtë punë kaq suksesshme që një të e bon. Për shfrytëzoj rastin të përshëndet me që është nota e fundit e këtij vitit, që për lëm pas, gjithë shqiptarëve në rruzullin toksor kudo që janë e ku jetojnë, t'ju uroj vitin e ri 2026. Edhe dhash Zoti që viti I ri I ardhshëm, që jemi në prag, të jetë një vit I gjithë shqiptarëve. Me që është sonte nota e vitit 3, po shumë frik I kalum edhe festat e Krishtlindjeve të besimit krishter. Po. Edhe aty ne ju urojmë, edhe pse kalun 3-4 padyshim se po. Po, padyshim se po, se nuk është shumë kohë gjatë që një javë ditë. Unë edhe ty në shfrytëzoj rastin që t'ju uroj Krishtlindjet, e të ketë shëndet e lumturi. Përveç kësaj na, unë përsëri po dal te ju. Du me të falenderu nemën tem për këtë kontribut që pep, për folklor, për art e kulturë. Bashkë me ju. Por falenderit. Gjithherë bashkë me ju. Por nemën të dy kolegëve të mi që u heqëm shoqërinë kulturale artistike Teuta. Po.
Si vjet e kemi festuar 20 vjetorin e shoqënisë, themelu, që kemi themelu. Urime. Edhe ne aty kemi nda disa mirënjohje për njerëz që kanë kontribuar në art e kulturë, e një prej tyre je i përfshin edhe te zoti Xhemal Berisha. Mërë me fasunet poshtë që ki diçka për ne nuk e Edhe egzafsh. Faleminderit shumë. Këta e kje për 20 vjetorin tonë, edhe për kontributin në artën kulturë që pe jep. Unë jam dedikoj gjithëherë shokëve, kolegëve, mediumeve, në këtë rast televizionit, DTV Media, sepse pa juve, asone kur gjësë në kisha bon vetë. Këtë mirënjohje e ki po saqerisht juve që njëson Florim Krasniqit, përshëndetje për gjithë grupin. Po, pa dëshim, e Krem Gashit, ne tre që oheqë për shëshnin, po edhe nemën të gjithë antare pej matë voglit, 4 vjeqar, deri matë vjetrin që unë jam. Unë jam i vjetër, edhe ti i vjetër, unë i përqafoj vllazërisht, miqësisht, edhe si vend fëmijëve të mi, vllazër në motra gjithë shka i ki aty në grup, edhe i falenderoj te mose, Zotë ju dhosh net, e ju dhosh të marën gjithë herë më se harroni, që tonë me i dijen më se harroni, po edhe veshjen, edhe qiftelien, edhe kulturën kombëtare. Gjithë herë doktori na shpjegoj edhe ma herët me sheku i shtruajt, edhe juve Zotë ju dhosh net, se po bëni një punë mrekullueshme atje, që po flitet, po kënohet, po luhet, po vallëzohet, po festohet Shqip. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Do të punojmë. Po gjithë herë ty falenderu shpirtave atyne që dhan jetë edhe ata që e morën pushkën edhe dunen për këtë ditë sodit. Po, pa dëshim, po kjo shkon zinxhir. Po, unë mendoj, ky mendimi jam është nështë të gaboj, po ushtria shqiptare e dalja në skenë ushtrisë shqiptare është kulmi i kësaj të fundit. Pse gabon? Por nashta. Po kur këna pas ushtri tonën në shekuj? Kur këna pas ushtri tonën? Por ne, me shekuj, njerëz kanë kontribu edhe kanë luftu për që ditë sotit. Edhe dhosh Zoti, kë nuk është fundi, dhosh Zoti deri në bashkimin e trojës shqiptare. Po, inshallah, atë lumë goja me ide, faleminderit shumë. Doktor, apo na bën një humor, a një dishka, mas anejtë një kongt, edhe me i përkujtu pakona se se këna pas let në asë një fest shqiptarë se kanë pas asë fetare, asë kombëtare, nuk e kanë pas let me i bon edhe me organizu edhe me i një knasien që është duhet shpirtnisht, lirit vetë. Po, veç sa për ilustrim, po ja të regoj një rast që unë e kam një për Zënullah Bajramet. Ishte tha nota e vitit 3, i kanë fëtu dikon me knue, me Shaban Boks. Zena Indjer. Zena Indjer, po. Ndjes fast. Edhe kur vjen aty të Xhamia Llapit një patrulli e policisë serbe, e milicisë, e shohin këto me sharki. Edhe hej stani, nalën aty, nalët taj, thët ku për shkan, thët po nota e vitet 3, unë jem këngatar, thët hajde me ne kënu një këngë, thët për vit 3. Thët po unë di thët vetëm Shqip. Thët ja, serbisht kime kënuë. Humor i zi është këtë. Humor i zi, po. Edhe të regon të Zena, tha, më dhënëshin që unë të luj atë melodin qaq, shumë diskë. Po, vale. Edhe atë kongën këtë kajë, këtë lajë për nacionaliste, që Serbia është e vogël kështu me radhë, dhe më thonë edhe asje përjetime kena pas, përvoja kena pas, jo personalisht, për ka pas shumë të tjerë që i kanë morë nga nejat, nga hengjët, i kanë morë dhe i kanë dhënue pëse për këna ne tradita tuja shqiptare, historinë e ju shqiptare. A kanë pas rast, kumë pas një me një vend, kanë qitë me kësi Bumbica, me Bumbica thmija kanë qitë vitet 90, edhe ju kanë hinë familje, keni gjujt me Altinja ju. Ja, si raste së ka pas. Keni gjujt me Altinja, keni gjujt me armë zjarit. Apo më rëshejo. As thmija se ka një lirë, në atë kuptimin me festu me atë lojnë atë veta se jenë kryuë. Kur jem të rëbnum, jem si fëmija, si burat, si gratë, gjithë jem të rëbnum. Po, e kanë keqë përdor edhe lojnë e thmija se kanë keqë përdor. Dhe zoti që atë kona kur mës në këthejen, po gjithë mund pashmi... Duhme me punu për mësë me në u këthy, edhe me i shty senet për para.
përpara. Veç mës me harru vujtet të kalume. Oni do me tova po da vjen shesher jo, ne ka ndovo mo e vojnë mirë jo, vojnë mirë. O me ka hava u vetë se dije, na shkoj moti dhe mërtezi, a në mërtezije. Unë të të zjo merëm ka shkuven, po me jo boshe sa ke gabuen, a ke gabuen. Ty boshe sa ke gabuen, ja sunë gjono jaran si mu, a jaran si mu. Së në gjono vashi ka si vet, në ka mushë në polja me pet, o polja me pet. Në ka mushë më li me pete, në shkoj qika të doja e vet, a të doja e vet. Hajde doktor, hajde zamrak no. Në shka qika të doja e vet, mas një shumë a sotrine to, sotrine vet. Mas një shumë a i qika shtine vet, po i kellon arshikat nga zet, arshikat nga zet. Vashi ka shumë, vashi ka maskor, ma je pjeshke dimljen a ma bashkë, dimljen ma bashkë. Hajde me dhe. Ma je pjeshke dimljen ma bashkë, roft një bore mo dhe te me ljoft, a ty te me ljofte. Po me te me ljojop, preja pranë vire e raq pa ljop, o viraç pa ljojop. Hajde Emre, hajde. O pe pranvere dhe raq pa ljop, vjedja i gzullë dhe te rezot, a te rezojot. O t'jene këzuna dhe me të rezovet, do që në ljullja të me t'jeshu, me t'jeshu. Hajde zamrak no, faleminderit shumë.
me shnetori. Ha zemra knot. Hajde do fjallë. Aje jore toja se shmë pëllos. Aje jo se zeje më dote vakua toja.
Vazhdimisht aty lumshin, shneta ju punoft, Zoti ju rujt. Do ki Imre edhe ju ka një urim, ka një fjalë për fund të këtij emisioni, para se t'ju falenderoj në juve. Atëherë, po e shfrytëzojmë rastin që gjithë shqiptarët anë kanë botës ku janë, ku punojnë dhe kontribuojnë venin dhe atë dheun mos të harrojnë. Bravo. Lumt. Të gjithëve urime viti 2026 me gjithat mirat e jetës, po një më e mira që është bashkimi i gjithë shqiptarëve. Ju uroj gjithë shqiptarëve anë mban botës, një vit të ri, një vit me gëzime, me lumturi, një mbarësi, në mbarë. Ashtu edhe ju uroj që vëdësohemi të armën që jem gjithë shqiptarët një fjale edhe gjithë nëse e prejmë drunin të t'i bim me një ven. Jo në shumë vene. Ndeshëm me kry punë. Vesh me shumë tu edhe mëse mujtë me kry. Kur gjajës. Faleminderit Imre, faleminderit për gjithëve. A ma vish një telsh brazd? Të dugoj jareja, në ma gazet jetë, të dugoj jareja, në ma gazet jetë, ljasi së njëjmoni, se balënonat jetë, ljasi së njëjmoni, se balënonat jetë. Që kishën lule, që kishën lule, që kishën lule, që kishën lule, bashko të zëqmija, ja keve nis me kënule, bashko të zëqmija, ja keve nis me kënule. Gjithëherë kujni, qofshi mirë, knofshi është bashku, gjithë shoqënia, vllazni llaki, gjithë kombi. Pra shikues të nderuar, faleminderit edhe një herë për gjithë musafirëve që sonte sado pak na relaksuan edhe na zbukuruan këtë notë hareshme, po edhe misionin ton u pafshëm për smiri gjithëherë, çdo ku jeni, përshëndetje, 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 Zoti ju rujt juve edhe neve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.